Detektivi i policisë Alban Tolaj u gjeti i vdekur në banesën e tij në Prishtinë. Mediat raportuan se Tolaj ka kryer vetvrasja. Rreth orës 14:45 kemi pranuar informatën për një trup të pajetë në rrugën Ahmet Korenica në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes si dhe mjekët emergjent, të cilët kanë konstatuar vdekjen e 47 vjeçarit zyrtar policor. Mbështetur në informacionet e para nga vendi i ngjarjes, përkundër që ka elemente që sugjerojnë për vetvrasje, policia në koordinim me prokurorin e shtetit ka nisur një hetim mbi vdekjen dhe me kujdes të shtuar po shqyrton të gjitha aspektet e rastit për ndriçimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje tragjike, ka deklaruar policia. Mediat në Kosovë kanë konfirmuar se viktima Alban Tolaj është babai i prezantueses dhe këngëtares së njohur atje, Elsa Tolaj. Alban Tolaj, që dyshohet se kreu vetvrasje, ishte në pushim mjekësor. Pushimin e kishte marrë pasi kishte pasur një ndërhyrje kirurgjike në zemër muaj më parë. Tolaj ishte në fazë shërimi dhe nuk është ndjerë mirë me progresin. Hetuesit po merren akoma me rastin, por deri më tani dinë që u gjet në banesë nga vajza e tij dhe afër ishte një armë zjarri dhe një gëzhoj.